më thuaj që falsifikimi i dokumentave ka nisur në 2008-ën. Fatmir Shpeza ka ardhur në shtëpinë e vjerrit tim dhe ka 2008-ën. pretenduar që këto janë varrezat e të parëve të mi. Duke mos e ditur ne asnjëherë të vërtetën se si janë këto varreza, unë e di nga familja që ai ka thënë nëse varrezat janë tutuat, mund t'i rrethosh varrezat. Tokë aty nuk ke, se tokën e ka bler gjyshim. Dhe pra, pa çka vjeri yt ja ka lënë varrezat e paprekura. Po, ja ka lënë paprekura, e ka thënë edhe le ti rrethoj. Po pretendimi i tokës, sa tokë pretendon? Ai pretendon 1500 dynëm tokë. Pra të gjithë hapësirën? Po, të gjithë hapësirën. Po si ka mundësi për të gjitha fiset dhe të gjithë hapësirën? Tani, ai pretendon 1500 dynëm tokë dhe nuk ka asnjë shëfitar njerëzor. Kufizohet me detin, me malin, me gurin e Qoshësh, me gurin e Çam. Guri i Qoshësh nuk ekziston fare. Nuk e njeh askush, nuk e di askush. Ndërsa gurin e Çam ti e di ranën e hedhur. Aty kur mbaron hedhur është një gur shumë i madh dhe është një çarn mes, edhe niset si toponim guri i Çam. Nga dokumenta që i ka marrë letrat, bazohet te një certifikat të pronësie e familjes Jukaj, ku thotë që familja Jukaj në lindje kufizohet nga guri i Çam edhe nga Çole Zeneli. Guri i Çam nga prona që ka përvetësuar sot Fatmir Shpeza është 2,03 km dhe këtë thotë lemi historik Generdyshit, me them unë. Do thonë topografët kur t'i vi momenti, në proceset në hetimet e prokurorisë dhe të gjykatës, por letrat e Generdyshit thonë që guri i Çam nga prona ku mbaron, praktikisht nëse kjo do ishte prona Çole Zenelit, guri i Çam duhet ishte aty te ai muri që shikoni ju. Tani ai muri nga guri i Çam është pak në 3 km. Si mund të zhvendoset një pronë 3 km? Doli që një vendim gjykate ti kishe fituar. Kështu tha. Po. Gjykata vendos fitoren e Burneshës Rjollit, Trimneshës së Rjollit. Qeshja se fitoren e ka marrë Fisi Malaj, në qeshja me Albanin, me djalin e Fisi Malaj që sot është tani është në gjyq, sepse është arrestuar. Është arrestuar se proteston për pronën e vet dhe për pronën e gjyshit. Ndërkohë që këta që nga grabisin në pronën për ditë nuk hetohen sa duhet, ndërsa për neve nxitohet prokuroria që t'na shpallin kërkim 24 persona nga gjithë fshati, të procedoj mbi 20, të mbajnë burg 10 veta. Dhe kjo për ty është një lloj padrejtësie. Po patjetër që është padrejtësi. Nuk është peshorja e drejtësisë anë vetëm nga njëra. Për pjesën e Fisit Malaj kur fitu gjyqi, ne ishim këtu po protestonim me policinë dhe marrin telefon dhe thonë kemi lajme të mira nga Tirana, fitum gjyqin. Edhe unë i them fitore kështu dhe lajmet që nxjerrin Luciana Kokaj fiton 147 hektar tokë në Rjoll. Edhe i thoj Albanit, e mora unë tokën, jam rregull. Për çfarë vlere bëhet fjalë këtu Luciana, nëse mund të pyes? Çfarë vlere, çfarë pasurie është kjo për cilin po tentojnë ta grabisin? Shiko, më them një gjë interesante që është fiks për t'ju a thënë juve, si emision. Këtu qeshin dhe thonë dikur nuk të kanë dhënë nuse kur kanë marrë versje nga Rjolli, sepse nuk ka qenë as rruga që sjell nga Velipoja dhe kjo është në gjinit jo ose u bë shumë më vonë. Ka qenë një zonë shumë e vështirë për të jetuar, tani ti imagjino të jetosh këtu, sa pjellore është kjo toka, e pylzuar, ne gjithë dimrin, mali vetëm shkon t'i shikon, ka qenë një jetesë shumë e vështirë, edhe realisht qeshen, dhe ndikur të merrni versje nga Rjolli nuk t'jepni nusa. Ndërsa sot që erdhi pak mundësi dhe pak frym këtij vendi, mu bë rruga, po zhvillohet turizmi, prona po merr tjetër vlerë në Bregdet, tani nuk është më sa tokë pjellore është, por sa atraktive është për turista, gjitha këto, dhe po merr vlerë këtyre banorëve vitet dhe ju plaçkitet. Nëse ka vuajtur stërgjyshi, gjyshi, babi. Sakrificat e tyre bien poshtë. Të paktën fëmijët e tyre po shohin një ditë bukur dhe nëse ne që besojmë Zot mendojmë që ekziston bota përtejme, ata ndoshta do ndiheshin të lumtur se do thonin gjithë mundi jon po shpërblet se tani pasardhësit ton po shohin një ditë mirë. Ndërkohë që realisht sot ne po vuajmë edhe më shumë, sepse kjo është absurde që të vinë të marrin tokën ditën për ditë. Nëse prandaj të pyeta, çfarë vlere mund të bëhet fjalë? Tani nuk e di se nuk e kam bërë ndonjëherë për llogaritjen, kam dëgjuar shifra të frikshme për investimin që po bëhet. Diku kam dëgjuar që është 400 milionë euro investimi i resort. 400 milionë euro. Investim, po jo tokë. Jo tokë. Toka shiko, tani toka këtu, varet se sa do shmohet, nuk kam marrë ndonjëherë këtë pjesë. Flas pak a shumë, mund të kapi miliona euro? Po patjetër miliona euro do i kapi sepse është 1500 dynëm. Në 1500 dynëm sado që të mundon ta ulin do kapen miliona euro. Por si më e keqja të keqës, domethënë këtu para disa viteve që
pa dokumentat e tokës, pa rrugën, janë shit të paktën me 30.000 euro dylymi. Kështu që normalisht shifrat janë të frikshme dhe banorët janë ulur, kanë diskutuar me Generdyshin për gjetë një zgjidhje të ndërmjetme. Cila ka qenë zgjidhja e ndërmjetme? Ose pika në të cilën ju nuk keni rënë dakord? Po them dy pika që nuk kemi rënë dakord. E para, në lejën e ndërtimit janë fut 1500 dynym. Është gjithë kjo pjesa poshtë rrugës, është edhe pjesa mbi rrugën, sepse 1500 dynym që kap edhe malin. Ajo duhet në lejën mjedisor absolutisht që duhet gjithë kjo sipërfaqe, sepse kjo ka qenë zonë e mbrojtur. Dhe duhet mbrojnë florën dhe faunën, sepse në momentin që do shkatërrohet flora dhe fauna këtu, nuk do jetë vetëm problemi i Shqipërisë, është një problem që mbrohet nga konventa ndërkombëtare. Dhe normalisht ata për ta justifikuar dhe për ta bërë sa më të vogël gjën, kanë përdorur shumë tokë për të marrë lejën mjedisore. Ndërkohë që neve na shton që jo, ne do përdorim vetëm 150 dynym për ndërtuar. Edhe donin që të bënin pazarit vetëm për 150 dynym. Dhe këtë pjesën ne nuk e pranuam, se në qoftë ti e përdor gjithë tokën për lejën e ndërtimit, absolutisht që kjo tokë është rezervuar. Vlera e saj ka qenë për këtë ndërtim. Tani ti e po shfrytëzon tokën time për ndërtimin tonë dhe normalisht duhet më shpërblesh. Pjesa tjetër ka qenë një pikë që nuk kemi rënë dakord te marrëveshja, është që ne do firmosim një marrëveshje, siç e kemi firmosur me atë që ka falsifikuar letrat, ashtu edhe me ju. Dhe unë i kam thënë, ai ka thënë rehat çdo lloj kontrate se ka tokën e vet. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.